Në kanë bërë ma gjithët në martes, ka shumë vite kemi bërë 2 herë rukje. Thot, lehtësohemi pastaj prapë si jemi rahat. Allahu ja letoft, Allahu i shkatroft zullumqarët, magjistarë edhe ndihmësit e tyre. Allahumma amin. Keni bo 2 herë rukje, po nuk do më thonë që detyrimisht pse keni bo 2 herë edhe pa tjetër duhet më shëru. Ndodhë që njeri shërohet me letë Allah të zgjel, masit ti lezohet 1 herë rukje, apo ka nevojë ndoshta 10 herë, ndoshta 20, sepse ka mundësi që kalon magjia, por magjistari prapë bën magji për zdyti. Edhe ka raste kur nuk kalon magjia, thjesht qetësohet për disa kohë magjia, pastaj fillon aktivizohet prapë. Pra, të gjitha janë valide. Si në rastin e parë, si në dytin, ju nuk do të më ndalë kur nga rukja. Rukja nuk është pa tjetër me të bo hoxha, mund është me i bo vetit, me i lezu Koran pra vetit, me bo dhikër e kështu më radhë, nuk do në me hek dorë kur nga ibadetet, nga adhurimet, deri sa ju ta mundni me letë, Allahu Gjellëshanuhu, ta mundni të keqen që gjindet brenda jush. Prandaj, ka njerëz të cilët dorëzohen me të parën. Kjo është problemi, me ndonë se 1 herë 2 rukje edhe tash u kry. Ka raste kur me 1 herë shërohet me lejet Allahut personi që ka magji, por ndoshta edhe dikush tjetër ka nevojë 2 ose më shumë herë. E rëndësishme është me u pa vendosmëria, sinqeriteti, serioziteti, këmbëngulja, pra mos më dorëzu fare, edhe nëse është në pyetje 100 herë, 200 herë. Tham kështu, po e zmadhaj, po e stërzmadhaj situatën. Mos u dorëzoni kur. Allahu i shkatërroft zullumqartë.